Titujt kryesor të gazetave e premte 11 mars 2016, Gazeta Panorama. Na ktheni parat, ish ushtarakët, formula si do llogaritet pensioni. Rrëfimi nga burgu i Jao Mul Osmanit, ja çfarë ndodhi natën e vrasjes së Hajdarit. Referendumi, Rama shpresoi që Kongresi i PS-s të më mbështes. Dako, Blushi flet si grida, ishte pak ajo që i bën në Elbasan. Leksioni hapur, ambasadori i Izraelit konkurs për eset. Dule e quan Kone, Braçe i përgjigjet legend Bolto Durova. Mësuesi 63 vjeçar rre me dru nxënësin, arrestohet. E keqja nuk është grua. Deflacion? Sa i rrezikshëm është deflacioni në Shqipëri? Miqësia Rama Dule Idrizi dhe çështja Çame. Gazeta Shekulli, ushtarakët kush hum nga ligji i ri i pensioneve. Bashkit miratohen pagat. Qeveria publikon nivelin e pagave për kryebashkiak të rinj dhe punonjësit në varësi të bashkive. Ndarja e re administrative, indeksohen pagat sipas numrit të banorëve. Bulevardi i ri, banorët përleshen me policinë. Doriqen krerët e prokurorisë në Tropoj, Lezhë, Dibër dhe Përmet. Vetëm unë kam në dorë fatin tim. Dehet për 7 mars, mësuesi masakron nxënësit e mitur me drujt e sobës. Ministria, formulari A1, ja si do të aplikojnë maturantët për në universitet. Si të zgjedhin përmes dietës problemet me kolitin. Këshilla, kujdes me aspirinën dhe antiinflamatorët e tjerë. Gripi, kujdesi, trajtimi dhe disa këshilla. Kuvend, opozita bojkoton, Rama ikën se nuk ka kriminal. Gazeta Shqiptare, rrëfimi i Jao Salihit, Azemin e vrau Fatmir Haklaj, i dënuari për jetë, Hajdari erdhi duke montuar silenciatorin. Rama, presidenti s'kam pakt me Metën, partin apo Shqipërinë, pyetja e Blushit në asamble, idiote. Kryeministri, kreu i ardhshëm i shtetit do të zgjidhet me koalicionin. Pronarët në Durrës, emra dhe problemet me dokumentet. Mësuesi i deu rreth 12 nxënës, një vajzë me hematoma në kokë. Kokëdhima në kushtetuese, deputeti ngre gishtin e mesit. Blushi, mos i mbyllni dyert për emigrantët nga Siria. Italianët kërkojnë ekstradimin e Ben Chamit. Itali trakte ndaj shqiptarëve, boll vollët se do t'ju vrasin. Patrulla e përgjithshme 5000 aplikantët, kodet dhe oraret e testimit me shkrim. Të bëhet drejtësi edhe sigurqejet të përmbysen, për parkun e më përtej. Shqiptarja.com, ekskluzive, këshilltari i Ministrisë së Financave hetohet nga FBI-a. Knidi Bashari dyshohet për mashtrime kibernetike që nga Shqipëria. Hetues amerikan në Tiranë për hetimin e zyrtarit shqiptar. Firma e tij ka akses në sistemet e rezervuara të institucioneve të rëndësishme si Ministria e Jashtme, Ministria e Brendshme, Presidenca e tjerë. Balla fiton gjyqin me Argita Berishën, akuzat, apeli jep të drejtë deputetit të PS-s. Statusi i PS-s nga Brioni Inanos tek Donato i Ramës. Ish Vila e Enverit, kapedanët fituan pronën e $124.000. Si ta shkruajmë historinë e letërsisë së vjetër shqipe? Shkurtohen afatet për pagesat e kaluizmi. Rikthehet hashashi në Lazarat, zbulohet magazina me 100 kg. Gazeta Dita, Rashbulli, Koços dhe çdo të ndodh me mandatin e kokëdhimës, gjesti i dieshëm i deputetit në kuvend dhe një analizë mbi origjinë e hipokrizisë politike. Libri i Zeta Xhis, Zenepe Luka patit Sali Berishën për Tritoli në shtëpi. Libri e fakte të reja për atentatin, shpresoj që gjyqtarja e çështjes të jetë Fatmir Hajdari. Gjykata, Argita i kërkoi 3 milion euro biznesmenit Ansar, jo shpifje. Terrori, 28 emrat e listës sekrete të komunitetit musliman. Makina që po sfidon policinë dhe bashkinë. Ore si e kanë hallin këta ish ushtarakët. Mësuesi i dehur rreh me hu 12 fëmijë. Inxhinieri Firak thyen tabut 13 nudo shqiptare në një ekspozit. Matura 2016 si do të plotësohen formularët, borxhet goditet me thik mziu i korabit, vargje për referendumin në PS dhe mandatin. Gazeta Tema, marrëveshja që i falte detin Greqis, pse nuk hetohet denoncimi për paktin detar. Koço Kokdhima shpërthen ndaj Berishës, je një kufomi nxjerr nga vari, hyre varfanjak në politikë dhe u bëre miliarder. Debatet, Vangjel Dule përplaset ashpër me Erion Braçën dhe Ramën në kuvend. Rrëfehet Jao Salihi, kam qenë në zyrën e Azem Hajdarit para se ta vrisnin. Njerëzit e Berishës vranë shkëlqim Haklajt. Editorial nga Merobaza, një sinjal nga apeli për familjen Berisha. Engel Demi, Klajdi të bën të ndjesh qullës. Enver Obelli, rreziku Erdogan mbi trojet shqiptare. Pastrimi i partisë, Basha ndjek precedentin Rama nga Skënder Mingjozi. Kompania shqiptare $20 milion për Insig. Antena brenda familjes nga këshillat e lulit për opozitën në Kosovë. Akuzat e forta të Dadës, qeveria e kapur nga klientët e Berishës. Gazeta Mapo, gara për kreun e PS-s, alarmi i Ruçit për rezultatin e zgjedhjeve në 2017. Rreh me dru 12 nxënës, arrestohet mësuesi 4 fëmijë në spital. Jao Mul Osmani u rrëfej vrasjen e Azemit, bisedën me Periklitetën dhe njohjen me Nanon. Tensioni i syrit, sëmundja e heshtur që rrezikon shikimin. Politika e zemërimit, antipodet e Rrugovës, gara e garave, Rama kundër Blushit apo Rama kundër Ramës. Kokëdhima në kushtetuese, por PD kushtëzon pjesëmarrjen. Basha në Kosovë, gazi nuk është model për parlamentin. Pra nga 7 adoleshentëve, terror dhe grabitje në kërcënimin e armës. Kuvendi i Kosovës nuk gjen qetësi, sërish gaz lotësjellës.
Gazeta Shqip, drejtësia, letërkëmbimi PSD që vërteton krizën, negociatat më 8 mars për reformën, Halimi bisedime politike, Xhafaj formul me ekspert të huaj. Opozita kthehet për kokëdhimën, ikën për mandatin e Sulit. Krerët e 4 prokurorive në rrethe dorëheqje brenda një dite. Përse akuzoi rilindjen? Mësuesi rreth 12 nxënës e mitura përfundon në spital. Emigrantët të shtrim këmbët sa kemi organin. Pronarët e treni bllokojnë rrugën, nuk ikim, le të bëhet masakër. Rama ftes Dules, eja në PS të bëj mik me Idrizin. Atentat me thik presidentit Korabit, Agron Kudiçaj antari më i ri i Komisionit të Etikës në FSHF. Një film në diktaturë dhe 20 vite burg të Stratobërdhës. Privatizimi INSIG, oferta më e lartë 2.2 miliard lek. Telegraf, kupola e rilindjes që kontrollon qarqet kryesore. Bankat zbardhin borxhet e firmës Kurumja, detyrimet në miliarda. Seanca parlamentare, mandati Koço-Kokëdhimës shkon në gjykatën kushtetuese me 106 vota deputetësh. Komisioni i Garancive Statutore, konflikti i interesit me gjykatën e partisë trondit qeverinë dhe rrezikon ndarjen e socialistëve. Kryebashkiaku Eduard Kapri, familjarët e pastreve në Bashkinë e Re të Pogradecit dhe politikat tona për sistemimin e tyre. Standard, projektit e liçeni, Rama do bëhet, doni apo s'doni, negociatat bashki-shoqëri civile pa rezultat. Protestuesit braktisin dëgjesën, Veliaj nuk ishte i pranishëm në takim, bashkia e akuzon për shoh politik, shoqëria civile bashkia të zbatoi ligjet që ka shkelur me vendimin për ndërtimin e këndit të lodrave. Vizita në Kosovë, kreu i PD-s Basha, Gazi s'është model për parlamentin, dialog mes politikës. Me 0.2% Instat rrezon qeverinë, ka rritje të papunësisë. Taksat rriqet Bashkia e Tiranës, biznesi nuk do të paguajë taksën e tavolinës. Furtunë dorëheqesh, 4 prokurorë rrethesh dorëhiqen në një ditë, arsye enigmë. Replikat nuk u vën me Ramën, Dule Braçes, mos u bëj kone, deputeti më çave trap legen. Kush do ta blejnë SIG në lojë Samir Mane dhe shoqëri Duraku i PS-s? Rilindja demokratike, i çmenduri, nuk kemi asnjë kriminal në PS. Berisha hiqani gotat dhe shishet Ramës nga kuvendi. Kuvendi do të çlirohet nga kjo bajk që shikoni. Dule Ramës, personalitetin e lë me koncesion, zgjedh banditët. Gjyqtari Zamir Poda falsifikon dosjen për Ballën. PS rrezik kombëtar kërcënim për Shqipërinë, kur prioritet kanë paktin me krimin. Shqipëria është edhe më e varfër. Dhunohen e u prishën shtëpit pa kompensim 10 familjeve. Mësuesi i deu rreth nxënësit e klasës së 3, 4 në spital. Basha në Kosovë nxit dialogun mes pozitës dhe opozitës. Gazeta Sot nisin efektet e dekriminalizimit, 4 kryeprokurorë rrethesh japin dorëheqjen para plotësimit formularit. Edi Rama sherr me Fevziun, provokator, nuk t'jap llogari për PS-n. E vërteta e goditjes Ben Blushit me got. Rrëfetja Ausali, Sali Berisha i implikuar në vrasjen e Shkëlqim Haklajt. E vërteta e vrasjes së Azem Majdarit, si doli në prit me pistolet në dorë. Përplasje mes deputetëve të PD-s në korridoret e parlamentit, demokratët përgjojnë pas murit seancën plenare. Ish-ministrat kundër Berishës, u bëm gazi i botës. 106 deputetë të rrëzojnë Koço-Kokëdhimën në parlament, i kërkojnë kushtetueses të heqë mandatin Edi Rama braktis votimin. Ben Blushi apel Ramës hap kufit për refugjatët. Pranimi i 3000 mujahidinëve dhe refuzimi i sirianëve të luftës është pazar politik. Rama ofert Dules, bashkohu me PS-n do të miqësojë me Idrizin. Dule ke mbushur parlamentin me kriminal, Braçe kone e kryetarit. Instat rrëzon qeverinë, papunësia u rrit me 0.2% në 3 mujorin e fundit të 2015-s. 55, një kriminal vjen një kusarikën, Berisha PS doli publikisht me aktin e tradhtisë Partia mbi Shqipërinë. Me bllokimin e mandatit Rakip Sulit, Edi Rama i bën presion kushtetueses për kokëdhimën. Gazi Lotciellos jo model për kuvendin, t'i zgjidhin problemet sipas kornizës ligjore. Koajon, Balla, Ati Sali dogje gazetën Koajon, PS, Izeta Xhia tregoi zbatuesit e urdhrit të Berishës. Lulzim Basha pritet në Kosovë nga gjithë spektri politik. Alibia qesharake e referendumit, t'i hapim dyert për emigrantët. Pastrimi i partisë, Basha ndjek presidentin Rama. Kokëdhima i tregon gishtin e mesit, je kryekusar, Berisha Koço si ka ikur mendja. Meta, FMN, reforma në drejtësi thelbësore për klimën e biznesit. Port Express, bilanci i artë, Duka zbulon llogarit 1.6 miliard lek të ardhurat e FSHF-s për vitin 2015, është rekord absolut. Revolucioni i Agostinelit, si ndryshoi fytyrë skuadra. Legionarët, shqiptarët e Serie A me paga për gjuna. I nxjerrin fotonudo Manaj ja e vërteta. Korçarët mendjen te fusha, klubi bllokon mediat. Parandalohet vrasja presidenti Korabit do të qellojë me thik. Lewandowski nuk shkon te Reali për Ronaldos. Allegri Bayerni, mendjen e kemi vetëm te Sassuolo. Chelsea 5 muaj për të rindërtuar ekipin e ardhshëm. Furi e kuqe, Liverpooli shem Manchester United. Panorama Sport, gaf me Yllisheun, FSHF e dekoron si ish sulmues të Tiranës. Partizani fton Shkëmbin, i ke dyert të hapura, Lila e lojtari më i mirë, po fitua me demat tulli më pranë.
Drejtori Dervishi, personaliteti i futbollit shqiptar, gëzon respektin e të gjithëve. Votimi Agron Kuliça i zgjedhet antar i Komisionit Etikës. Femim Mziu, atentat presidentit Korabit, ja si shpëtova. Asambleja, klubet heshtin për krizën, Duka ka më pak dyshime për trukime. Foto nudo në Vask, Rejmana ja e vërteta. Meta dhe Idris Didark me Luciano Mogjin në restorant Prestige. Liverpooli leksion djajve Dortmundi i papërmbajtshëm. Allegri polemika me Sakin, Bayerni nuk më turbullon. Galjani dhe ekipi kundër Berlusconit për Mihajlovicin.